Ka qenë një zë i bukur në atë kohë thoshin që jepet një ezan në atë xhami me një zë të bukur, pikërisht ishte ezani juaj. Pastaj u riktheve që këtë zë ta shndrojsh në këndimin e ilahive. Filloi, do me thonë, nga namazi dhe fillove që atë zë ta shfrytëzosh në të mirën e gjithë atyre që dëshirojnë që ndëgjojnë ilahi. Kur filloi ideja? Si filloi ideja? Po shife, unë namazin e foli pi vitin 95, kur kam qenë hitin më të mirë që arrita me burgin e zi, po, deshti Zoti, u largova nga muzika, udhëzimi Zotit erdh, në 2008 e lash muzikën. Kështu në që Allah i të ep një dashni në zemër. Me këndu këngë s'ki nuk i as sevap, kënda Kur'an ki sevap. Ashtu Allah i që ka me të pitë të adha zonin e bukur, ku e shfridzove? E për që duhet me shfridzun punë të mira, që të lash hapa pas vdekjes, që shkoje hapa, që shkoje zërijit, puna jote, puna mirë. Të leni vepër që bashkë si sadaka. Ashtu deshti Zoti, falemendrimi të konë Allahut, po ashtu në për ligjerata kam qenë muezin disa vite në xhamien e Sultan Muratit, të Mollazeka, të doktor Zekiria Bajrami, Allah e shpërblev të dhatë, e kështu daveti lindi ideja. Atër ishte pjesa, e the dhe shumë bukur, ishte kulmi i karrierës, dhe për një kohë ndërpreve. Përveç asaj, ishte ndoshta një shembull apo more ndonjë model të dikuj tjetër, zoti marrim, për shkak se pastaj para ose mbrapa mos gabofsha ndodhi edhe njëjtën rrugë edhe e ndjeki edhe Adem Ramazani. Po, ashtu. Edhe njësoj kemi ndjek, po. Edhe ai, si dia një vit përpara, mas mua s'm kujtohet, edhe ai, po alhamdulillah, edhe ai la përshtypje të mirë. Lashim edhe ai kanë qenë një këngëtar, famë shumë po edhe shtash ilahie, Zoti është përblevt edhe hafiz i Kuranit. E kështu në hapa, shkaku muzikës i kemi lanë une edhe Adem Ramazani. Inshallah edhe tjertë, nëse e kuptojnë se çka do me thonë, edhe ato inshallah largohen, po puna atin vështë. Ashtu. Zoti marrim, si filloi, do me thonë, tek ligjeratat, mendove që është muzika, të themi ajo pjesa haram, apo nuk ishte rrugë që të dërgon në rrugë të drejtë? Po sa me shife, ajo një sen që nuk ka razi Zoti është ndalume. Ajo dhe me thonë që kjo muzikë është muzika disa muzika e iblisit. Ndërsa iblisi ushqehet me muzikën.